Po afrohet Ramazani, mirë po ka familjar që nuk flasin me zveti. Një këshill o zot. Muslimani nuk duhet me majti nati me askend për njerëzve, jo me familjen e vetë. Edhe nuk duhet me prit Ramazanin për mu pajtu. Unë e kuptoj edhe këtë logjikë se normalisht para në Ramazan pajtohet. Po tash në Shaban është një hadith shumë i madh, që Sheikh Albani e gjykon se hadith hasan, thotë në gjysmën e Shabanit Allahu i madhëshëm zbret në qiellin e dunjos. Dhe ja fal mëkatet të gjithë njerëzve, përveç atij që është idhujtar dhe atij që është i dhënë me vllahun e vet. Subhanallah. E tash këtu është mosje, jo Ramazan, por Shaban tash. Fillon edhe pasoj e zemrën tonë për çdo inati, për çdo idhënimi, për çdo urrëtie, për çdo mllëfje ndaj vllahut tanë. Për ta filluar këtë falje Zotit në xhenet. Se kjo domon veprimi i Allahut, zbritja në qiellin e dunjos, do thotë është thjesht për të afruar mëshirën e vet. Kjo mëshirë e ka për çdo besimtar. Tash nëse ti do me vllahun tënd ti pengohesh nga kjo mëshirë. Edhe andaj që tash fillon pajto me vllahun tënd, e ka ibnin, e ka dinot. Haroja të kalume, fitoj këtë falje. Ka ndodhur çka ka ndodhur. Ka ndodhur që ka normalisht, s'është më rëndësishme kush i ka fal, se zakonisht na kur folim se valla, po e din ti sa më ka hinë raka, i sham ka thonë, këtë është okay. Ama duhesh me pa e mshelat fetore, e s'mundesh me fal, edhe s'mundesh me filluar në fillim të ri. Fitoj këtë falje të Zotit, pastropi gjunave tuaja që të hish në Ramazan, ta shijosh Ramazanin. Se njëra prej problemeve që se kuptojnë shumë besimtarë është se ai që futet në Ramazan pa ju fal gjunat në Shaban, s'mundet me shiu Ramazanin si duhet. Edhe andaj na shohim në Ramazan, njëse ka në Ramazan si mujt tjerë. Pse? Se ka shfrytzuar shansën e Shabanit me u pastru. U përgatit në aspekt imanor, në aspekt shpirtënor, në aspekt psikik. Edhe njëra prej veprave të mëdha që bëhen në Shaban është kjo, pajtimi me vllahun tan. Edhe haresa e idhimeve të kalume, e pastaj fiton rahmetin e Allahut, falën e tij edhe normalisht në Ramazan, inshallah Allahu ta mundson me shiu Ramazanin formën më të mrekullueshme të mundshme, që me vidu pastaj edhe gradat më të mëdha të mundshme në Ramazan. Se po ndodh shpesh o zot, po duhet me vdek dikush që mu pajtuat, më mirë sa të janë. Thonë për shumë vorime, nuk duhet me leju na me kajt kur na vdes dikush se valla shkoj e su pajtu me te, shkoj të idhnu. Normalisht, secili jemi me shpirt, edhe askush nuk e di për neve sa ka me jetu, që besimtari i mençur është ai i cili mundohet të mund tash në dunjë me i rregullu punë, para se marrë të vori dikujt pas edhe valla ma bën hallas ose ta bëj hallas në kivozull. Sa jemi gjallë, bëjmë hallak, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoni hallak tani sa jeni gjallë. Se nesër hallak kjo është me sevap edhe me gjuna. E kështu që nuk kemi nevojë na me vonue, do thotë hallakun deri në atë kohë, por me e shpëtuar rastin tash në vallën e tjetrit. Çka do të kemi gatë? Shtetet moja bëjnë luftë me zveti, me qindra mijë njerëz viktima dhe fund pajtohen. Jo ti me vllahun tan që ka qenë llav goje, ka qenë izollom i vogël, po falje se Allahu ka me ta kompenzuar me të mira në dunjë dhe ahiret inshallah taala. Allah shpëlet. Amin.